me praktikisht me status social të zgjidhur në Kosovë, po që po dojnë me shku jashtë për një shëndetësi dhe arsim më të mirë. S'po dojnë me i shkollu fëmijët këtu që njerëz ja edukojnë njerëz që e kanë kryer fakultet me ChatGPT. ChatGPT. Po me ChatGPT e kanë kryer. Domethënë s'kanë kufar baze. Dhe kështu ne duke devaluar arsimin e shëndetësinë kemi ardhur në këtë situatë që jemi, ndes me shkatrun i popull, devaluar arsimin. Domethënë ndes me nënshtrun i popull totalisht devaluar sistemin arsimor. A e ka pas ndonjëherë zoti Kurti sistemin arsimor prioritet? Që ta ka vendosur ministri për shembull Arvejën e Gavsin. Shihet a ka prioritet apo nuk ka prioritet. Ka vendosur ministri shihet. Dhe kjo tall me popullatin. Sot për shembull kemi na thuhet 160 çerdhe, dhe ne 20% që kemi realizuar. Do thotë, as i pretendim se është mbajtur, dhe ky vend nuk është zhvilluar, ky vend ka stagnuar 6 vjet. E çfarë duhet bëhet me qenë se është stagnuar, thotë Çfarë duhet bëhet? Salia, cila është zgjidhja se për problemet i dimi kemi para vetës, për cila është zgjidhja? Çfarë duhet bëhet? Këto zgjedhjet e fundit tregojnë që populli ka filluar me marr sinjalin, me marr feedback, me marr sinjal kthyes. 130.000 qytetarë nuk e votuan më të mërendshëm.